Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin SP 27 vjeç, banues në fshatin Bubullim, pasi ka kallëzuar shtetasin JÇ 28 vjeç se shtetasi 27 vjeç, nënkurietari një subjekti politik në Lushnjë, e ka kanosur në platformën Messenger për dhënien e votës. Materialet procedurale ju referuan SPAK për veprime të mëtejshme, për veprën penale, kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrjes në zgjedhje. Kurse specialistët për hetimin e krimeve ekonomike e financiare në Fier ekzekutuan urdhrin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për ndalimin e shtetasit PB 63 vjeç, banues në fshatin Portës, për veprën penale, korrupsioni aktiv në zgjedhje. Nga hetimet dyshohet se gjatë një muaji ai ju ka dhënë shumë para shtetasve të ndryshëm me qëllim blerjen e votave në favor të kandidates së një subjekti politik. Materialet procedurale ju referuan SPAK për veprime të mëtejshme.